Dhe një ndër hadithe që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam na tregon se besimtarët s'kan mundësi ta përjetojnë apo të përjetojnë çastet e fundit të kësaj jete. Dhe kjo është prej mëshirës së Allahut. Për shkak se përjetimi i asaj dite apo të çaste janë shumë të rëndësishme. Dhe nga mëshira e Allahut azza wa jall që siç ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam se Allahu thotë se mëshira ime e ka të kalu hidhërimit tim, thotë do të dalë një erë nga Shami. Del një erë dhe çdo besimtar që ka grim Simoni do t'ja merr shpirtin aty. Pra në kosmos, në këtë jetë nuk do të ngelin vetëm se besimtarët. Dhe kjo ndërlidhet me hadithin e Enesit që thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam se nuk bëhet dita e gjykimit përderisa në tokë thuhet Allah Allah, apo në transmetim përderisa në tokë shqiptohet shahadeti. Pra me shqiptimin e shahadetit nën kupton ekzistimi i kësaj dunjoje. Atëherë fillon të ndodhe katastrofë. Dhe jemi paralajmëruar nëpërmes ajeteve që ajo ndodh befas. Para asaj paraprin disa shenje të mëdha të kiametit, që shenja e fundit është tubimi dhe grumbullimi i njerëzve në tokat e Shamit, tokën e ringjalljes. Dhe në atë kohë do t'i frihet surit, siç ka në hadith të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, që pejgamberi Allahu thonte si të jem i lumtur, kurse Israfili vetëm se i kanu buzët e tij për t'i fri surit. Hoxha, ka mundsi një shpjegim surit, ç'ish janë suri? Suri do të thonë që nuk e dim për shkrimin saktësisht, po në kuptohet si një buri e madhe që i frihet. Atë që e frin e dim se Israfili, që thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam se Israfili ka nu buzët që t'i fri surit dhe sit e tij i ka hap drejt arshit Allahut, pret që Allahu t'i jep urdhër që t'i frihet surit. Dhe suri kur të fillon t'i frihet, thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i pari që ta ndëgjon zërin e surit është një bari, i cili është duke përgatitur një enë apo duke përgatitur vendin që i jepet ujë dhënëve të tij. Dhe thot shiqon gjattas dhe majtas, që nën kupton se surit i fillohet të frihet nga pak e pastaj duke u rrit doza lart. Atë shpejt ndodh dhe atë shumë që i frihen derisa i bin të fikt çdo krijesë që është në sipërfaqen e tokës atë ditë. Derisa thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam njerëzit janë në treg, janë pazar në tezg. Kanë shtri petkun e tyre dhe kanë bë pazar për ta ble. Nuk kanë çast moment apo nuk kanë fat që ai që e ka ble ta merr, do të thonë atë mallin e tij të cilën e kanë pazaru. Apo në njeri thot e miel lopën e tij, devën e tij, e ka qit në bardak për ta pi, s'ka mundësi që ta pin vetëm se ndodh kemeti. Prandaj duhet kemeti befas, siç ka thënë Allahu azza wa jall. E pastaj kanë diskutuar dietarët se surit ku t'i frihet një herë apo dy herë këtë botë. Dhe një herë për të ringjallë në ahiret apo dy herë. Dhe më e vërteta që ne anojmë të mendimi se janë dy herë. Një herë në këtë botë dhe një herë në botën e ahiretit. Po një herë fillon nga pak derisa njerëzit të binë të fikt. E pastaj do të vdesin të gjithë krijesa përveç se atyre që don Allahu azza wa jall që të ekzistojnë ende. Do të thonë, gjithë gjallësat do të përfundojnë me fryrjen e surit. Me fryrjen e surit përfundon çdo send që ekziston në këtë dunjë. A mund të dihet kjo se në ç'ditë ndodh kjo jo dhe në çfarë kohë do të frihet surit? Çfarë do në përfundimin e kësaj bote? Po, ka në hadith të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam se thot dita më e përzgjedhur e ju është dita e xumës. Në atë ditë Allahu e ka krijuar Ademin. Po në atë ditë Allahu e ka zbrit në tokë. Dhe në atë ditë Allahu azza wa jalla ka pranuar bendimin e Ademit. Dhe në atë ditë ka vdek Ademi. Dhe thot nuk ndodh dita e gjykimit, vetëm ditën e xumës. Apo siç ka në një hadith të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam se s'ka krijesë që Allahu ka kriju vetëm se në ditën e xumës në mëngjes frigën se po ndodh dita e kiametit përveç se mëkatarët apo njerëzit neglizhent nga xhinët dhe njerëzit. Pra ditën e xumës ndodh frirja e surit. Çfarë çaste, çfarë kohë? Ka një hadith të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, thot Allahu azza wa jall popullin e lutit, Allahu azza wa jall e ka zhduk në kohën e ezanit. Dhe nuk i frihet surit vetëm kohën e ezanit. Ka thënë, dini çfarë është ezani? Ezani është koha e mëngjesit.
Pra ditën e gjomo në mëngjes frigën gjithë krijesat se po ndodh dita e Kiametit e po i prihet surit. Pra këto hadithe që lexojnë hadithe të tjera tregojnë se frirja e surit ndodh ditën e gjomo dhe dita e gjykimit apo shkatrimi i kësaj bote dhe përfundimi i kësaj jete ndodh në ditën e gjomo në mëngjes. Hoxha, diku du më ndalë tash, meleku i vdekjes. Do më thonë, këtë ai meleku i vdekjes, apo në popull që është njihet si Azraili, edhe pse s'ka hadith për këtë emër, do t'i merr shpirtat gjithë krijesave. Por ai a do të vdes, edhe nëse vdes, kush do t'ia merr shpirtin atij? Si pra, pyetje. dietar domethënë kanë diskutuar te çështja e frirjes së surit, kush i ka thënë Allahu azza wa jall, se kur ti frihet surit, azhjesohen, zhduken çdo sen përveç se atyre që don Allahu. Kush janë këta që përveç se atyre që don Allahu? Disa kanë thënë se janë melekët. Disa kanë thënë se ata të cilët përjashtohen, që pra nuk vdesin, në kohën e frirjes së surit janë Xhibrili, Mikaili, Israfili, normal si i frin surit dhe meleku i vdekjes. Po disa të tjerë kanë thënë se ata të cilët nuk i bën të fikt apo nuk vdesin janë shpirtat e besimtarëve. Se shpirtat e besimtarëve, sipas shumë transmetimeve janë të përjetshme, pra kanë fillim dhe nuk kanë mbarim. E disa të tjerë që thotë Ibn Taymija se ka për qëllim fjala Allahu azza wa jall përjashtimin se kur i frihet surit nuk do të vdesin janë gratë e xhenetit dhe gjelmoshët e xhenetit. E vërteta ne nuk posedojmë argument se kush janë, kush përjashtohen. Mirë, po transmetohet me një transmetim, edhe pse si transmetim konsiderohet si transmetim i dopt. Megjithatë mund të jetë i sakt sikur kuptim që ta morimi se pasi që Allahu azza wa jall si azisoi çdo send, Allahu azza wa jall i drejtohet melekun e mautit dhe i thot a ka me dikush gjallë, thot ka me Xhibrili. Dhe thuaj Xhibrili që të vdes, dhe vdes. Ka me dikush gjallë tjetër dhe Mikail. E urnon gjithashtu dhe Mikaili të vdes. A ka me dikush gjallë thot Israfili dhe urnon Israfilin që të vdes. E pastaj thot nuk ka ngel përveç se mu dhe ty. Meleku i vdekjes. Meleku i vdekjes. Që i merr shpirtat. Dhe Allahu azza wa jall i thot melekut i vdekjes vdes dhe ti edhe vdes. E pastaj Allahu azza wa jall thot e merr qiellin dhe tokën dhe thot ku janë sundimtarët, ku janë mbretërit, ku janë kriminalët, ku i takon sot sundimi. Pra sundimi nuk i takon vetëm se Allahu azza wa jall. Kjo është kuptimi dhe fjalës Allahu azza wa jall, kullu men alayha fan. Çdo sen do të shkatërrohet këtë dunjë, do të ngel vetëm Allahu azza wa jall. Dhe thot Allahu azza wa jall, çdo fytyr, çdo krijesë do të azhjesohet, do të zhduket, do të gjetë fytyrë Allahu që të kupton Allahu azza wa jall do të jetë ai i vetmi që ishte para se me qenë kjo botë dhe do të jetë i fundit gjithashtu kur të azhjesohet kjo botë. Subhanallahu.